Vlerë, po ndalemi pak edhe tek pjesa e besimit, sa na ndihmon besimi, feja në parandalimin e rasteve të tilla në shoqërinë tonë. Po. Besimi ka ndikim shumë të madh në parandalim, për shkak se besimi realisht merret me parandalimin, domethënë. Normalisht që janë edhe mënyrat e trajtimit si besimi, në këtë rast besimi islami trajton, po secili besim tjetër që i ka ato, domethënë, standardet ose parimet e veta në të cilat bazohet jeta njerëzore, por që ka efekt shumë të madh. Për shkak se ne në punën tonë të përditshme jemi dëshmitar të gjallë në një farë forme që njerëzit të cilët e kanë besimin i kalojnë situatat edhe vështirësitë e jetës shumë ma lehtë. Pa desh me gjyku njerëzit të cilët nuk besojnë, për shkak se ne në përditshmëri punojmë me njerëz shumë të ndryshëm. Edhe kjo laramania, domethënë, e bën edhe të bukur jetën, e bën më interesante, por prap realiteti është që, domethënë, nëse në një situatë kalojnë dy njerëz, njëri ka besim dhe tjetri jo gjithmonë njeriu me besim, domethënë e kalon më lehtë. Ballafaqohet me vështirësi gjithsesi. Askush nuk është i privuar ose i kursyer prej vështirësive të jetës. Mirë po te pjesa e kalimit ka realisht efekt shumë të madh. Ne kur njeriu funksionon si qenie individuale, po njëkohësisht funksionon edhe në aspektin social ose grupor, për shkak se, domethënë, ne jemi qenie sociale që kemi nevojë me ndërvepru me të tjerë. Po njëkohësisht edhe besimi, domethënë, e luan një rol shumë të madh në gjatë punës tonë të përditshme. Bilon ka një herë njerëzve kur jem në seanca ju tregoj që ky model, e kemi një model të cilin e bazojmë domethënë punën tonë, që me pa sa njeriu është i përkushtuar te vetja, sa njeriu është i përkushtuar te tjetri, sa është te besimi ose te ambicjet e veta. Janë domethënë këto katër komponenta që e përbëjnë jetën e njeriu dhe kanë tepër rëndësi. Edhe kjo rëndësi në bazë përqindjeve ose të kohës që ne japim për secilën, e tregon atë balancin tonë të jetës, sa jemi të balancuar. Mos ndoshta jemi në njërin shumë më shumë ndërsa në tjetrën fare. Edhe ky disbalans mandej mundet me shkaktu probleme, konflikte me veten ose konflikte me tjerët. Besimi është njëra ndër to, dhe gjithmonë njerëzve kur vinë ju tregoj që nuk ka të bëjë me besimin islam. Domethënë se ndoshta ndonjëherë dhe veshja ime jep atë konotacionin gjithmonë të pjesës, domethënë fetare islame. Por që njerëzit jo të gjithë janë të njëjtë. Por me këtë po dua të them që besimi ka një rol, që në momentin që domethënë ne nuk kemi kemi një përqindje shumë të ulët të besimit, nuk e kemi në proporcion me komponentat e tjera, atëherë automatikisht kemi me pas, domethënë, problematika me veten. Ne vetëm kemi nevojë me ditë që kur na ndodh një fatkeqësi në jetë, ne me thonë ka qenë caktimi i Zotit. Domethënë me pas një vend ku ne mbështetemi, domethënë me ditë, me pas një mendim ku ne mbështetemi në vështirësitë tona të jetës, për shkak se kjo realisht e lehtëson jetën tonë, i lehtëson të gjitha proceset, domethënë, tonat,